rikthyer. Kemi kaluar në një moment tjetër të veçantë. Si çdo herë kemi thënë se kemi personazhe nga më interesantet. Ata që na sjellin përvojat e tyre si pista të veçanta të sukseseve tona të përditshme. Vërtet bëhet fjalë për një profesor të nderuar, një njeri që vjen nga akademia, nga dia, nga shkenca, një jetë të tërë, një strumbullar i fuqishëm i zhvillimit të shëndetësisë kosovare, e sidomos asaj stomatologjike. Zonja e zotëri, për ju, për ne, për të gjithë, profesor Dr. Osman Sejfia. Hajde, profesor, se erdhe. Profesor, mirë se erdhe. Mirë se gjeta në. Si e burri dheut? Jo keq, po shumë mirë. A slogani më i bukur që tani jetën për juve profesorëve tanë, sidomos për juve, po s'muj me lënë tu edhe Jusuf Krasniqin, akademikun. Mikun tanë të marë. Sloganin më të bukur, më pozitiv, më njerëzor. Si e profesor, u met me thonë mirë se shkelqysh. Profesor, na kemi qenë bashkë edhe më herët në një emision tepër të veçantë dhe kemi folë shumë, por në realitet me folë bashkë, me folë me juve, bashkë një javë ditë nuk mund të themi krejt ato çka e ke bon jetë, çka e ke arrit dhe çfarë i ke ofru këtij veni. E shikova CV-n tuaj edhe nxorra me qëllim, me bon, me i lexue, këtu duhet me prit gatë këta janë shumë faqe, po doktor i shkencave të stomatologjisë, profesor i jemi, profesor i mira studentëve të fakultetit mjekësisë. Stomatologjisë. Dy javë, mjekësi dhe stomatologji. Mjekësi edhe stomatologji. Edhe stomatologjisë. Sa je, s'mund e lënë stomatologjin, pa tjetër, pa aty është? Jo, du me koni përpikt. A me qeni përpikt, si gjithë herë. Si kur atë herë që me të mungu një ditë, s'ne edhe ishe në nënshkrimin, mo dhe ishte... Jo, mre, s'mungi. Shkoj shit vënoshis, nuk u mungoj. A u vënojshim, kështu në... Kur fillove me dhonë mësim fakultet mjekësisë, kështu si profesor? Fakultet mjekësisë? Po. Jo, mas pari akom një si asistent. A si asistent? Të njëtës dhe, në kohë demonstrata. Vitin 1981. Të vetë, në vërtet. Të vetë. Asistent i kujt ishe? I kirurgjisë maksilofaciale. Maksilofaciale. Dhe man, shqyqa, boni, kur ka qenë profesor, për do me thonë. Po. Duhet me folë sot një kohë, Mishko Bojovici ka qenë, Malazes po qëllë shumë korekta. Asistenti tina? Jo, asistenti maksilofaciales. I maksilofaciales. Si titull. Jo, këta e ki mirë në imë se në Gjermani livet me profesorin. Me profesorin. Unë më konë gjithmon i pambarën. Mirë. Gjithmon i pavarur, me 1 milion vështërsi, një ditë shkove në Sarajevo me studiue, a unise mjekësin, apo që ndodhe? Kështu, une jem dashënu në stomatologji në Fojza, jo në mjekësi. Ma herët, ha? Në fillim. Edhe në shkollë mesme kërëshe? Po. Në gjimnazën e pej? Jo, në shkollë fillore jem dashënu. A në shkollë fillore? A bënë më spigu si kështu. Dhe mon, në lagën ku e marë prej Glogjanit, dhe mon, të famshëm, njarin, fëqinje kom pas Stana Krushish, e martume për kryetarin e PS, Moma Krushishin, një zoje e Beogradit, se fojnë, po 8 vjetë kom i tu në Beograd, një femnat më të bukra në Beograd, e o ka qenë më bukra, i ty në zoje mave. Kish problem, së më i komunikoj ke me pacientu, në veç i kisha mësu mirë sërbën e sërbërkratishtën, ishe e privilegjum, marë në ambulant. A që kujdes që për mu, tavolinën bëni detyrat, mi përkëfy me pacienta, e fash... Kjo është filorja? Po, gjatë filores. Dikon për klasën e 5, 6, unë e janë ngullit i kajrë këdo qipa vetit, po avdar këta qipat, ose që ta komu bo, ose kur gjëtit. Do komu stomatolog, mësu dashurove në ato, se tani nga dashurun heret në femra shumë atë vjetra tu i po kështu. Ate në kone ndalu me ligje. Au? Edhe, po shkurja jote në Sarajev, e kemi thënë edhe herën e kalume kur ishim në emision, po është interesante, me që më shilën rrugët. Jo, unë u vënova, më shku për qak se s'kisha lek, ndashta mu bo mësus, nuk vezi, përsërisim, shkua në Sarajev të Hil Përleshi, vlaj nuk Përleshit, një njeri më rëkull. Vlaj nuk Përleshit, Hil Përleshi ka qenë ai... Që më ka... Që t'ka prit atje? Ka prit, shok i babës tim, një shok i mirë. A ka qenë furagji, furtar? Jo, a i ka pas shqitoren matë më lunë se e dini,
Bego Axhami, ashitoren më të madh lullin e krejt elita. Ashitoren? Po. Edhe aty krejt elita e Sarajevës. Edhe të ndihmoj mu regjistru, njëherë registrove në Jo, mjekësi, isha vonu, jo, kështu. Je vonu për aty, të regjistrojnë veterin e vjetin tjetër, përgatitës për provim pranus, edhe kalon stomatologji. Po shokej. Por mu qelë rruga marë në Beograd, në kryqitetin e, më shkun. Mirë, nëse ju jeni modeste s'po doni me kallzu, je tregu super i shkëlqyshëm, një profesoreshe jashtëzakonshme të ka thonë, ti dosh me shku në mjekësi se e ki këtë dashuri, edhe të nimoj me shku dhe shkove në Beograd mjekësin. Kemi, mos ta përsërish 100 herë se kemi fol, po e bukura është se fakultetin e mjekësisë, drejtimin e stomatologjisë, që ishte tepër i nevojshëm në Kosovë në vitin 1900 e kom kry? Po. 72 me 7 marrë ditën e mësuesin. Fakultetin e mjekësisë, 5 vjet fakulteti edhe 1 vjet praktika, që zgjat 6 vjet, jo keni kry për 4 vjet? Jo, i kom kry për 4 vjet, 4 muje, 7 dit. 4 vjet, 4 muje, 7 dit. 7 dit. Rekordmen, e kem fy rekordin, a? Po, alo është ajo rekordi tonë. Tash, masi po dëmonë, plus kom qene bursist të universitetit, do mund se kom marrë 6, po bursist të universitetit student i shkëlqyshëm. A bursist të universitetit, a? A mirë, ta ka nimu ajo pastaj? Jo, më ka nimu se ajo kon me legje li ju me. Me që ato jem bajt? Ta të tregoj një detali. Në mon, konkuroha për bursë në pej. Konkuroha në Deçan. Deçan i fajoj shpërngu në pej, peja fajoj jarë prej Deçanën një jarën, ma më qëllën dhe. Asë një unë jasë tjetër. Dëshprova, ma më ndesha mja herë kejtë në përëndim, kur po polim për 68-ën, kër e kom fitu bursin, demonstrata të u bënë, roka me një sërba të për demonstrata të shka, fatë gjujmë acid sulfurik në ushtrime, kur po më firë dekani. Një buri mirë, do të me folë Majanovici, i Zemunit, sot një, fatë ka firë dekani, fash për qatë problem, hajli koft, shkova, fa, kolega, pse s'ki këngru për bursë të universitetit, më qelen sytë, fash për kërës më kanë Deçanin ku jem i lindon, peja ku jem rrit, se pasarësishin Beograd. Aja te meriton një student i shkëlqyshëm, se edhe ishë mshel konkursi, Firi Jovanovicin e ko marë bursin, që ka qenë nga tisa 2 pensionat babit që ka pas atër. Bukur shumë, pastaj atje ke qenë i shkëlqyshëm, ke rënë sy shumë, janë interesante se keni qenë edhe plot emra të njohur, të fuqishëm, dikush në universitet, student i shkëlqyshëm, dikush në teatr, si Bekim Fehmiu. E njofte Bekimin atje se më pas e ke pas mik? Mik e kom pas. Kër e lujtë atë filmin fantastik, një si të Puplave? Për shembull, veç një detalj të atë filmin. Mënyra e filmit se gota orhi në analet e gjitha akademive të teatrit të filmit si fejnë gota. Po dhe fiton Kana i film? Fiton, kuptohet vendin e dytë, Shëllimi Kleni ka qenë uhejse programit, se s'ka mujtë vendin e parë, se ndokët i që kënë padashunun Bekimin. Kemi qef në shqiptarë? Jo, është e vërtet. Si njerë ndoshta e qpik film special, që ja bëjnë me hile, e mund filmin e Bekimit të ashtë blow up i jevrejve. Po shkojmë atë tje, u këthuj për Beograd, u këthuj për atje, du në rrugën kryesuar të Beograd i Knez Mihajlova, shkelqej kësë të yllë, me ljubët adishin e kretë, unë e ofrova, i fash unë jam që në vitin e dytë, fash abonin e shkrim, po s'kisha kur gjo indeksin. Në indeks ka në shkru? Po, Bekim Fehmiu? Po, e kom pas. A të ka shpëtu indeksi, a ki gjallë? Jo, fatkesisht, po me tërgu pëse më ka shpëtu. Unë e kom pas 6 vjetë kom qenë në 3 mandate pra dekan, në fund çdo vitit e kom ka kopju, se ma mirë bënu kopje e mirë sa originali keq, sistemin amerikan që në fund vitit mi pru një njeri para më drejtu absolventa se din. Për shembull, unë kom pru Zekria Canen, kom pru Fadil Vokrin, Ali Podrimjen. A kjo është në ditët e vështira? Po, të universitetit në shtëpi. E që e reakcionit ish, fash, rike dikun të qafa, të një kafe, dikun për këtash. Lorik ka najt me neve. Bravo. A të vazhdoj? Një qa po thomë, në Bekim Fehmiu ka najt me neve. Shuk profesora, me vazhdu, me përgjegje. E ka pas lecin sidomos, Sabri Fizullahu, Nagim Sopin, kështu, i ka pas bish të vjetër, dhe rritë gjithë verën me... Unë kisha, dëmon, në 96, kisha vendosa ata me firë. Pa të betu që i zdojnë me dalë senu, pa të dëshfru djetë, po qka djali i Ibrahim Fehmiu, mësusit parë 1917, e mora mikun tamës, më i pa për në shpëtimin e vëmejën, e kem pas të
Gjilani duhet më shku që ta fa, jo s'vjen shpëtim, fa shajde me mu. Do ishe me i befasu studentet? Po, si musafirin. Me ashu bekimin, shkum aty, i tregum, ju pash, aty zbulem që fa unë kom dash në studiu stomatologjin, fa unë kom dash më bu artist. Ja kujtova, ma dhe biletat mi ka në teatrin Jugoslavin s'ka të këshio, konë maj forti biletat, ju kujtova që i ka fona sa e katar, sa vjen kënjeri, biletat mijat që i ka pat. I ranën men, fa qka roli jam, fa shpo, e kemi natën e këtu absolventave, unë e njerës të meritor të kulturës, të artit, shkencës, e përjujem për caktu. Meti, fa e qysh, fash ndarkën e kemë muzikë, fa bë një kompromis, unë do të vi studenta, më kur këtë e gjatë me studenta, nesër fash të fundit. Mi u folë, e ndarkë nuk vjetë, nuk erë. Fa bë që kom një kusht. Fash cili kusht është, fa një student që mjeftë, shku me pa më salën, në rrugën në pazar të din, atë që kem pas atë marketin që konë, vëmën më shefëm, unë e hinë aty, këta, profesor, kush është të musafir, fa musafiri i sontit nuk vjen për arsyna objektive, se fash nuk do t'jen, po do t'ju do t'ju këtu, pra ndaj, fa vetëm një student nëse mjef, ko me folë, qës mjef, nuk vihes, nuk flasë. Kur hini u qunë kom, bekimi, e kom t'inqizu me dikun. Regjisori do të përpiqet me në nëzirë, edhe në... është fjala fundit si artista. Gjatë, apo fjala fundit si artista. Nëse gjatë emisionit... Nuk do të merremi shumë me këtë pjesën, po gjatë studimeve, se ke studiu, ke specializu, ke një 8 vjetë karo me najtë në Beograd. Në ka një shoqëru nga këta emrat e mëdhej shqiptar tanë. Faruk Begollin. Farukin, pa tjetër, pejan. Ja, Richard, na mendojmë lokalisht, gjithë mendojmë lokalisht, po veprojmë globalisht. Komtarisht. Edhe komtarisht. Me Faruk Begollin, kush ka qenë, me Ehat Musen, gitaristin, që ka pru... Gigantin e madh shqiptar që kemi, gitaristin. Fqinje kam. Me tërguni, ai ka 7 orë ka punu gitare, unë ka 7 orë kom lezu, po në dagjen tanë fantastike, nëna të najtë, në rjeme në, fa këj jemi të nditën me tela, fa këj jemi të nditën me libra, fa ma mirë me libra se ki me tela. Me hatin që këta kanë qenë profesorët ma delë, profesor Mazlomin, profesor Musa Agjin, ka qenë postdiplom, shumë tjerë, se më s'piharaj dikën. Se më konë majri më përgveçin, ka pak e si nëzanë si mirë më përgveçin. A u ktheve në 72-ën, u ktheve me njëherë erdhe? Që do mon, e krya 72-ën, ero do mon, në pej e mora maksilën pëse e mora, gjatë studimeve, vishin shqiptarë, kryesisht 500 km mi bo një operacion shumë të fjesht, këta do të marrë specializim, rava ndur të një profesorit kolosal, profesor Shkokleve të besoj e kom su zanatin mirë për ti. Maksilofaciale, në? Do mon nëse kom, do mon 32 vjetë kërë i kom bo, të vetën e kom shu Beogradin, 8 vjetë, një të katët në jetës, aty e formu si ekspert, e më pjekë si njeri, pse jo, ata së në shërë. Dhe pastaj erdhe, sepse sonte si tem të veçante kemi 50 vjetë të krijimit të klinikës? Jo, klinikës, seksioni stomatologjisë. Seksioni stomatologjisë në Prishtinë. Po, pika shuta që meritor është Imam Musa Haxhiu. Unë kujtu... Në të shketon ma për japën një duar të shkishtë të vështër. Dhe të shkëgjoj një dy gjana që të ndishme. Dhe mëna i mas Ferit Murati të më përsëri, sa shkenstari majma i biomiksi shqiptare, kosë ku flitet Shqip, ata me ka thonë personalisht Ferit Murati, më rëfat që të kish pas hymer, o a i kish sigurisht i kish fitu në bel. E kështu, më letë ndo ideja më shku në përëndim, por nuk ishtë shumë letë. A të lindi ideja më shku në përëndim? Po. Më shku më përnu, më fitu pare shumë. A patën e ofertë kështu? Po. A ke pas ofertë me të nalë edhe në Universitet në Beograd? Jo, si bursist i Universitetit e kito me automatizëm direkt në, po nuk unë nalë. Erdhe, a kishtë stomatolog në pej kur erdhe? Im koni shtati shqiptar. I shtati? Po, shqiptar. Shqiptarë? E po, do më konë pas ka pas? Po, shtatë. Por në pej është qendra kulturës, dijes. E di ma ke thonë profesor shumë herë që Shkodra, Korça dhe Peja. Nuk kam kundërshtu, se kam dëshirë tjetë që ashtu. Po, jo, është e vërtet. Po, ato falim tjetër herë. Falim tjetër herë.
Në profesor Musa Haxhia, mandarimen që ka pas ndikim, filloi iniciativën, a? Më shkoj do mi qel fakultetin hajde. Dush më najt nga nëse se dina e problem stomatologjisë, komisioni që u formu, na fotën në mish dvive që fanë, një dy prej Beogradit. I fanë, s'keni objekt. Une, më bëjke kur se dik objektin në Beograd që konë kursu një fakulteti, fash po, objektin që na e qelim është 100 herë më i mirë se ju, a e ka qenë samostan, më falë, shtëpi ku ka najtë murgeshat, katolikën në Beograd, dhe u kanë marë. Fash na i kemi kushtet më të mira më objektet, po. Të nëshi, kur kalaj, hajde pishtym, nuk po qelim në najvjet dhe i sa të pjekën kushtet, qepi u bim stomatolog për i Beogradit, kemi bëllë, përshkojnë në Gjermani, kemi vendosë një rogë me unë Beogradi, një Prishtina. Cili vit ishte ky profesor? 74, në 75 të në qeli, përgatim po. Edhe sa shkojnë njerë të vinë këtu, u bo këtë roga 3.000 marka, 3.000 marka në konë parë të majnë atë këtë shatë, Musa kom marfstia ti, unë kom njëjtin problem. Qish, po këta të mitë përshkojnë nga stërbajtera atje, përnojnë në bau shtel, dhe shkojnë të mitë si mjek. Jam sheli. Edhe, më ndaj, disa edhe da që të ndaj vjetë me ndilë fakultetin, mas demonstrata 82-83. Qka bisedoj me mbyllë stomatologjin? Jo, mjekësin krejt. Universitetin të më njerë mas demonstratave. E bini komision, dërë mja njësë për mjekësi, se mjekësi o konë zemra fakultetit. Bin Mehmet Begraca sa i madh, dekan një bëhem, në dekanat, komisioni në Beogradit, në komision që donë Jorili Margeta, majnë amin, këj ka qenë hungares, me të cilën kom qenë specializim e ushtarak. E unë i afersin, hunja di kaliftu më Skenderbëm, prince me mretneshen kështu, e i fot presorit, po du me ta Osman Sejfin, a bon, më firë, a bënë më që dhe në klinikë, durëm të posta, edhin posta këtë të fakulteti. Po? Fa lefa ta, a e mirë me dekanin, që qëndrësha mirë, po jo, fa truhet më të nëshkrunë se i kanë në qamë të letat me mshelë fakultetin, raportin ata, me lekë është, se kemi kushtet, pa shajnë, shkoha ina, mi fonë, a i dekan një mosh, a dekan për firë një ashtë dole, fash dekan qështu puna, i kanë me jemnar me raport që me mshelë fakultetin komision për 7 vete, Beogradit. Osman, non një përmen, një përdin, fa diçka dita që kanë hile, e firë ka pas litafetin dhe me qinë elektrike, fa Osman, a ki pa ku i tegër që të shrinë se, ja musha, i trulloj e në nëshkruun që fakulteti mjekësis në Prishtini ka kurset më të mirë se në Beograd. Pra dherë kom qëllu, e kërë qele, e kërë shpëtu, në të njëtën, e kërë më shelem prapë e gjallën, dhe që ndërum. Edhe pastaj deri në pension, pastaj e themeloni kirurgjin maksilofaciale, në kuadrë të... Po, ishte qa, mu i mars të tash pilojmë, është mu jemi, se natë mu i kom lindë, natë mu i të kom diplomu, natë mu i dhe kom kryu klinikën, dhe që është marsi, është sërish vjen marsi. Sërish vjen marsi? Po. Ashtë mu ju, ja? Po. Kom linë atë muj, me një ditën e demonstratave. Kom diplomu më 7 mars, kom njësë me punu më 20 mars. Ka përnu më të. E më ke qenë nga mjekët e parë të UÇK-s? Jo i parë, ndë parë, po pacientin e parë, e kom pas në A 95. Të një shatë e famshëm, është gagos dhe selësi. Sërish vjen marsi, sërish vjet fina, krënët dhe të gjallët bëhen tokë. Vesë ashi, sturon lëndina, burria nuk duron lot. Si dis kujtimes, e midis këngës, faqet kryetrimi fjallë pa. Dërgëm badekës, e sytë fa pëmës, mërzis, soni vë kapak. Shërir vjen stina, e ne dojmo, por vetëm as plakët kur. Uj bjeshve, i rjel për bot, aj, lartësohet si flamur, o si flamur. Dhe
njerëzia vin për kulën varin të nderin. Nipin besa me roratën nisën fluturim. Zemra me rgucim, plisi bashkëqim. Hey, me ty gjithmonë e ball, me ty o legjendar. Dhe njerëzia vin për kulën varin të nderim. Nipjen besa me roratën nisën fluturim. Zemra me rgucim, plisi bashkëqim. Me ty gjithmonë e ball, me ty o legjendar. Që gjithmonë më kërkon këtë tong, e di që kam emocionu, Po, kur do që jemi bashkë, ha? Emocionet për... Unë du më nalë prapë të marsi, se së në shku... Du më 24 mars është ditëlinja klinikës. është Sultani Nevruzi, unë jom gjysë Bektashi, se dajti kom Bektashi. Edhe frashërit të mëj kanë qenë aty. Edhe duhet, kër u bënë demonstratat të Atenitën, ishte për vjetori të 82-ën ishte në klinikë, u frigum gjithë, po unë e frigën e kontrolloj, mësu prej të ledzu ka pak, hinat kolegët për moment ishin frigu, fasha mos t'jam në profesor Agime Gjallat, profesor Adili, disa në atë botë, profesor Betoni, keni më shku në vendlinjën time, që është po shkojnë kumrovë të vendlinja ati kryetarit talentum që u slavisë. Edhe keni me kremtu ditlinjën të qenë, se 25 muaj në tina, e këndohë. Ditlinjën e kush, do më qështu kom kremtu. Një ditë, në këtë javë, po ashtu kemi shku të gjithë në Glogjan, në vendlinjën tonë, bashkë sikur... Po nëjse, të akshdia kom vonë, subjektiv, po, është një... Ke pas dëshirë, rënjën prej aty. E fundit, po, se gjithë ditlinjë e kremtoj mirë, familja më organizojnë, veç një du më përmenë. Ditlinjën 98-ën, 19 mars, pak për e ejte. Ramazan ka qenë, sëkur që tash, unë esem për këtujt në ekipin e kryqit kuqëve të ndërkomtar. Po ishte një franceze në ndikimin e sërbe që ti lufta fetare, s'po i gjatë, ton rrugës as nuk veza cigare, as hongra buke këshin marë, këshe po maj Ramazan. Kër shkum Gjabel të komandanti i zonës Dugagjinit, komandanti ma për mua, maj talentumi, maj për vjetë kush ka qenë. Legendar. Bravo. Ramush Haradinaj, për fat madhi gjallë, për fat madhë kemi mundësin edhe me i duar profit. Edhe, në falenderu për pacienta, jo, i krym pacientat, thanë për dënë komandanti mu taku me ju. U falendru anglisht që shpuar, tash ata ja nisën me folën me vete për ta, këj përgjezve frangjesht si ishin. Kur tha, une e kem kod drejke, dhe jo, tha, kem hongru shqim rrugës, tha, une kom një arsy, më ngrit nga një dolli, se profesori, kushërini ka ditlinjën. Tash ajo që une të në kone kërë një aki e mirë, që më tha, ju me i gjogë, më thash, po ti më mundohë me bëhe garë me mu, dhe më këm kërëmëtu ditlinjën, atje bombardojshin, u luftoj këj fash komandant ose Ramos që shkëmur, prof ata punën e vetë, në du të akret në ditlinjën, po, që të dy ditlinjën. Te ka fitojmë lirin. Profesor, po hecim në për karierën tënde, në për biografin tënde, në ditët më të vështira të Kosovës, bashkë me profesorët e tjerë, e vazhdut në studimin, dijen, shkencen, edhe pse na qeten prej universitetit në shtëpit shkolla, ditë të vështira. Shqyqa, ajo që ka kembo, ajo të rëgon se do të me përsërit se na dojmë shkollën, e dojmë dijen, në takon dija se universitetit ka qelë rrugën për liri o për shtetë. Sigurisht. Po, e kem rujt. Asi shkollë ka kry prapë të Maria Kiri. Kër atë pjesë të Polonisë, su këta rusë që përdojnë e pushtojnë, ajo doktorët me ikë, shkon Pareza, gjonë këtë burin e vetë. Pierre Kirin, Maria Kiri ka mësue në shtëpit shkollë. Sukuna, sikur se na. Fenomen. Po aty neve kanë mshelë, neve s'kanë mujtë. Sepse i kemi hapë vetë. Jo, me zortë, po neve mundëshin me na, po s'mujten. Në ka rujtë zotë ose na ndeshim më rujtë. Për ndryshe, përveç operacionit parë në UÇK, pasaj ke shku në UÇK, në vazhdimësi, deri në ditët e fundit, a
Ai organizojshi dekanati, jeni kon pas organizu mirë që me I quë doktorët tjerë në për Kështu, po. sallat operative që ishin pregadit në kushte të vështira, por ishin bërë. Po, dhe më thonë, kër u pregatit luftan, më tërgu drejt 2-3 vjetë që I vikeja kërë njëm, aja fjara popullore, që ka shenë kërë Shqipërit në Shveje, po Sloveni, Kroaci, Bosne, duke mi bëjë, I pari që ka thonë, që duhet më bugati për lutë ka qenë shpëtim rove. Po që I tutën kra, se fitojmë liri. Herën e kalume kemi folë për shpëtimin shumë dhe atyre që s'janë, ju bëjmë homaz me të nduar profite. E meriton. Ai ka thonë që duhet më përgatitë e kemi nisë më bëjmë materiale mjekësore, jo kështu. Mandej, kryqi kështë në ndërkombëtar mos më I kemë përu mjek neutral. Përshka, hera parë që bërë me mjek vendor. Përgaj që asaj punë ka qenë absolutisht shpëtim robaj, kjo një fakt që lufta I merë më të mirë. Keni qenë shumë aktiv të tjerë, po e bukura ka qenë, deshta këtë ta themi bashkë që një ditë dekanati, sikur që ka heqë kukën, në thjesht të gjithë bashkë keni organizu dhe nëpërmes dekanatit. Operatorët më të mirë gjithmonë kanë shku në për zonat e luftës edhe kanë bë operacione. Dikush ma shumë, dikush ma pak, po e rëndësishme që edhe aty imi organizu. Ata që jenë tu të zdojmë në kalëzu, që së dhjot ma të zashmi, disa po zdo t'i përmemi. Po në libër jam të shkru këtë pjesë. Pikrisht deshta me ardhë në kuadrë të krejtë punës tënë dhe shkencore, profesor, më falë që kam me thonë, po vërtet kemi pas edhe të kemi profesor gjigant kështu, ajo shtylla ndër ata që... Se mi vetëm, ka tjerë se unë. E di që ke dëshirë të gjithë me I falenderu dhe unë gjithë profesorët e mi, po edhe kolegë tu në stomatologji I Duar Trokas në gjithë dashurin më të madhe dhe respektin se ne keni bo universitet, dije, shkencë, deri në kur I nikon aty, gjithëhere. Në kuadrë të kejtë asaj jetu pregadit një liber. Qatë liber, profesor, e ke synim me bo liber universitar? Jo, jam të pregadit, po jemi, se jo vetëm. A jemi? Ky liber o pak ndryshe, se tana pun djetë I kom pak ndryshe, my ways different, rruga e me pak... Domon, Universiteti Tiranës, Prishtinës, jënë autor, jemi 13 autor, kirurgji maksilofacjale, që do tjetë meritore, kurse recenzent janë profesorat Gjerman, Sloven, Irlandez që do ta qenë të vlerësu. Jemi pjesën përfundimtare, në vjerë do ta kem librin. Do ta bëjmë promovimin në këtu. Do ta bëjmë këtu, me patjetër, kjo është prej juve vara, kjo prej meja. Unë do t'jem më I lumtur në botë që profesori... Është një libër domethënë që tash kom marrë shembullin, përmendim që më mirë më kon kopje e mirë se origjinali kes. I kom të gjitha profesor që I bëjnë. Pjesën anatomike, të e shku në anatom, Bajram Nura e tjertë, mikrobet lulli, mëstë nëmërë, kirurgjisë, maksilofacjale, se si ka një pjesë, jemi 7 autor për Kosovës, për Iliridës ose 4, për Shqipnisë 4, libri do tjeti 3 universiteteve. Zbesoj që, liber I përbashkë. I shkencëtarëve, I profesionistë dhe kulminantë, dhe do tjetë një vlerë e shtuar në duart e studentëve, sigurisht, për studime. Do t'jetë tekst universitar, apo? Do t'jetë meritor, unë besoj në konkurent me librat që janë përëndim. Në përëndim. Unë e modest për që të përbëj kompromis për Modestinian, është konkurent me gjitha librat e Evropës. Që sa vite e pensionu? Unë sem pension, hala po përmënoj. Me datë? Po, kom lind domon në ditë 28-ën, nëmrat e 77, shku të 77, po I aktiv, përveç librit I aktiv në përgjësi, je dhe duke punu, profesor? Po, punoj, I have a dream që ka fonaj, një donarët e mija ka qenë më shku me punu në Shqipni, se jam... Se kom punu në shumë sala në për Evropë kom punu, tash në Shqipni punoja me sukses me kolegë, tash sot kom që kontratët për një spital meritor ku dhe... Në United, e? Po, kontratët që dhe të vazhdoj kirurgjinë maksilofacjale. A mujna me thonë që edhe në Shqipëri ku punon, edhe këta, edhe të libri, e kanë fatin e rallë, e kemi fatin e rallë që na shkrunë na flet një njeri që 1986 doktor
i shkencave të stomatologjisë në Prishtinë, Fakulteti i Mjekësisë. Në 82-ën Akademia e Mjekësisë Ushtarake në Beograd kompletoi studimet postdiplomike. Në ushtarake ke qenë? Master, magjistër i shkencave. Vetëm tash prap duhet me një vërtet, vetëm atë temë e mjekësisë ushtarake është magjistratura e mjekësisë ushtarake. E mjekësisë ushtarake. Luftarake, po. Akademia e Mjekësisë Ushtarake, Klinika e Kirurgjisë Maksilofaciale dhe Orale në Beograd. Po. Përfundoi specializimin në kirurgjinë maksilofaciale me rezultate të shkëlqyeshme. Se po shkojmë tu ma mrapa atje, përfundoi shkollën mjekësore, 73 ushtarake në Akademinë Mjekësore Ushtarake. Ushtar ke qenë këtë? Jo, në kuadër të asaj armata tash, kanë pas mjekët në kanë qu për mjekësi ushtarake më shkollu, pas fat që më kanë imu shumë kërë bo lufta këtu, më gjetë ma mirë. Po. Absolutisht. Një vit, a? Jo, a 2 vite? 6 muaj ajo ka. A 6 muaj? Ajo ka qenë mas fakultet. Ajo si farë specializimit, se tash që përshkojnë trejnime, këtë 6 muaj. Asistent në vitin 1981 në Fakultetin e Mjekësisë Stomatologji në Prishtinë, docent 1987. Po. Profesor inordinor 94 e profesor ordinar 99. Qaq. Ama punime shkencore, pjesëmarrje në përsosje profesionale, Klinika e Kirurgjisë Maksilofaciale në Dresden. 2006-2007. Me Dresdenin, vetëm kem ri që në kanë bënërë, me që studentat praktikë, mi prua ata të na. Atëherë, kjo shumë e bukur se pas luftës. Mas luftët e? Mrekulli kjo e jonja, e Republikës tonë. Po, unë i kom që. E në Romë? 2005-2006 në Romë, Klinika e Kirurgjisë Maksilofaciale. Te profesor Skopeliti. 2003-ën në po ashtu, Klinikën e Kirurgjisë Maksilofaciale dhe Orale në Grac, Koqa Lëvizje. Pastaj në Zagreb, Zagreb mo... Si shpin teme kom pas. 89, 90, 91, 2006, 2007. Aty, vesh një gjë, aty ka qenë shkoklevi i Beogradit, profesor Viragi duhet me përmend, ajo është 100 kirurg maksilofacial, matë majtë shekull 20 i ka shpallë Amerika, një dashamir i ma jashtëzakonshëm shqiptarëve. E kishe mentor? Jo, bashkëpunëtor. Ka ndrujet, po aj 11 herë ka qenë Kosovë. E 96-ën në Londër, sa në ajta atje? Jo, Eastman Hospital. Një loj subspecializimi, ja? Kur ke shku në këtu, profesor? Ti ke marrë pjesë tamam edhe në operacion, edhe në... Po, dhe më thonë, gjithë fakt, këtu klinika kom marrë pjesë aktive në operacioni, kom asistu. Si më shkuj vetëm, unë e kom praktiktu, kanë shumë asmene për këtu klinika, nga vnimi, flanza, mërgimja, mështë zana, bashkëpunëtor të mi, kom shumë asmeje, se nëse shkoj vetëm, më një nuk furët garve, o njeri. Ja, sigurisht edhe keni qenë një orë që e keni organizu ekipin në mënyrën më të mirë, edhe në kirurgjinë maksilofaciale deri në fund, edhe si prodekan. Dekana u bënë në herë? Ja. A nuk të bënë, na? Ja, i ria, ma vonë. Po, si prodekan, kom qenë i vetëmi që ka qenë 3 mandate. 3 mandate? Në kohët më të vështira. Pjesën arsimore, a? Sa jemi të fort maksila, profesor Viragi që konë shumë rigoroz, ka qenë në Bulgari o në Rumani, mi vizitu para se mi në Evropë që gjendje, kanë klinika ju është 50 jetë para tyne. Fëmita shku në rrugës tome? Po, ma mirë së une. A dhe ma? Po, shumë bukur, kur darë dhe pikë në ndalë, profesor, shumë rëndësishme. Po. Sepse edhe, për shembull, kur uleni në shtëpi, a bisedoni veç për maksilofacialen edhe tema tjera? Jo, kemi o tema tjera, se nëse nuk folë tema tjera, në përëndimi që në ata që zdin veç profesionin, për që ishin kretena profesional në përëndim. Kreten profesional. Nëse veç profesionit im përbat. Krym pjesën profesionale, ma dhe tema tjera gjithkush. Sa specialista i kënë zirë në karierën tonë, men? Magjistra, doktora shkencave 20, një 50. Magjistra, doktora shkencave? 13 magjistra, 8 doktora shkencave. Ata shkëm komentarion në Zagreb. Edhe specialista, do më thonë, di 50, Nuk dojse me vetë vetë? Po, i vetëmum, je i humbun. Je i humbur. Trimi madhe i mirë me shok shumë, me shok të mirë.
absolutisht natë e ditë në punë shkencore dhe profesionale, po edhe ka politika s'ke mungu, bara me mendimet tuaja. Tash, si intelektual, a mendon që e ke për detyrë, edhe nëse si e direkt, anë parlament, a pjesë një partije, edhe pse si ti jesh i Glogjanit, duhet me thonë që me aleancën, edhe mos ka fshantar, shpirtit ato. Aleanca dim se du. Që i vanë në tempo, se me ndoj lokalisht, është ai simptom aleanca pozitive, aleanca verejat antike, kër kanë mujtë nacizmin, për aty të aleancë dhe marë alat, vjen kush dënë me bo mirë. Aleancë bën, hajde kush dënë me bo mirë. A të dëgjojnë këta të rritë prej komandantit Ramosh Haradinaj, ndonjëherë kur uleni, folë profesor se ty të dëgjojnë. Pysin, A pysin? A i ka pas do shkputje prej politikës, tash po do me pyet vlerësimin tëm për ku jem kompetent për arsim e shëndetësi. Shëndetësia është gabimi kryesor që se në bërë sigurimet shëndetësore. Ajo është mollsh, adin është pse ndodhi kjo? Nuk arritet me ndikue? Jo, po mus më ka ndiku pyeti këta politikës. Nuk arritet me ju tregue, me i shkrue, me janë nxjerrë projektet për para? Absolutisht i kom pas Slovenisë. Edhe është kështu, Kosovës unë e du shkollën 8 universitete shtetënore është too much që fajnë angles. Në një Kosovë të vogël, e vështira? Slovenia, ku se i kom misë Sloven, që tash i kanë bërë 2 universitete shtetënore. Jo para 7 vjetë, Ljubljana, Maribori, Sana. E pse ata... Pa je pajtu me reformat arsimore që ndodhen në për vite? Ja? Por që ata së më kanë në forume se i... A nuk kanë në forume? Ju kalzojshë temene o shkojshë. A veç e të regojshë të ndë dhe shkojshë? Se të njohim për kërën gritës edhe për folës që nuk pajtohesh me ato që nuk mendon ashtu? Një zoj, profesoreshi, ka qujtë rebel i kulturum. A, rebel i kulturum, a? Se ka qilu, për kultur jo, për rebel po. Përveç librit që do të promovojnë së shpejti, cilat janë planet të profesorit? Jo, në jem të shkru librin për këtë karierën, jo si libra autobiografik, po për kjo lufta se Shqiqa, ne jetojmë një kohë kur kriju historia. është një fanje e kinezës, e lezaj tyne, njeri provot rënof në koha kur kryot historia. Kem kontribu, unë kom në më njerës, jo që kanë kryu, po e në vëvë vetë historia, për shpetimin, jam të shkru, se kanë shkru një liber dhe se kanë qëllu hiç. është një liber. Për shpetim robajnë. Po, do më në që kem pa, shkolla private. Do më thonë, e kemi librin autobiografik, do të shohim profesorin në për liber, përvojat e ti, librin tuaj, jeni të pregadit. Po, titën se kom gjetë, po më rëndësi del, rruga e me prej Glogjanit ke zhinë Maksel Faciale, ose që shtu emrin. Rruga juaj prej Glogjanit, ke jetu në Glogjanit i pjesë? Kur sa rajt, 4 vjetë e gjysë. E ban men? Pse jo, a duk në e man pak men, dhe? Shumë. Edhe deri tek majat e dijes e shkencës në nivel botëror. Për fatin ton të mirë, deri tek majat e dijes e shkencët në universitetin ton që do më thanë ka bërë punë biblike në këtë drejtim, duke falenderu personazheve, personaliteteve, dietarëve, shkencëtarëve, profesorëve, si puna juaj. Sjemi vetëm. Një pyetje, cili ka qenë emocioni para çdo operacioni? është ajo operacionet e para pak më delikume të natën s'kom flejt, ka ndohë. Kurse në shpërbimin e ma, kur pacienti ka ndohë, ma ka pu dorë. Ka ndohë, ta ka pu dorë. Edhe kjo të emocionon? Po, shumë. Ka ndohë operacionet e para pak rekonstruktive të natën. Beso të kom flejt pjesë, po zdi që që kom kryt njësit, për nështë vullneti, motivi i kom kryt si duhet. Shpesh herë kur bisedojmë, edhe gjatë saj bisede bashk, shpesh të mbushën sytë me lot. A e li kështu me moshën, apo qa ka do? Jo, lot thonë ata që ka së mundën fjallët, mi thonë, që kush i kupton. A lot thonë atë që ka së mundën fjallët. Edhe i pas thonë sytë. Edhe për me relaksu bisedën kejnë fund, duke të falenderu nga zemra që ishim sonë të bashkë këtu, pacienti po dridhët, se në operacion përmen, doktori po i thot, qa po dridhësh? Po tha, po frigona, po pse po frigosh? Tha, po e kom për herë të parë, tha, po su frigosh, se edhe unë e kom për herë të parë.
Profesor Dr. Osman Sejfia, profesori i mirë i krejtë shqiptarëve. Ishte kënaqësi që të kisha musafir sonte. Këtë të puni bëj që faleminderit këto komplimente, se unë jam ajuftar e kom paregju për John Kennedy të fanin. Kur më zvetë që ka bëvene ju për ty, po që ke bëti të Qarë ke bërë ti për atë dhemë. Shumë falenderit. Kjo është motivi një. Ishte kënaqësi, falenderit. Motiv i jashtëzakonshëm. U çoj.